në një atmosferë plot ngjyra, tingujll dhe aromë produktesh natyrale. Pas ditën e së premtes në qendrën administrative të Kozarës u organizua për të tretin vit radhazi Panajiri Kozarja në Fest, një event që tashmë është ndërruar në një traditë të qëndrueshme për Bashkinë e Kuçovës dhe Megjer. Panajiri u zhvillua në një ambient privat të gjelbëruar, buzë lumi dhe voll, ku fermierët e zonës ekspozuan me përkushtim veterinari produkte të tyre bujqësore dhe elektorale. Stendat ishin të pasura me fruta, perime, bulmetra dhe nën produkte të tjera të freskëta dhe të kontrolluara që dëshmojnë potencialin e madh të Kozarës si një zonë me prodhim bio dhe cilësor. Aktiviteti u organizua në kujdesin e veçantë të Bashkisë Kuçovë dhe kryetarit Kreshnik Hajdari, i cili ishte i pranishëm në Panajir, duke shprehur mbështetjen e institucionit ndaj sektorit bujqësor dhe promovimit të prodhimeve vendase. Pjesë e festës ishin edhe nxënësit e shkollave të mesme, të cilët sollën art dhe kreativitet përmes pikturave, vargjeve poetike, ekspozitave artizanale dhe gatimeve tradicionale. Ky bashkëpunim mes brezave të rinj dhe komunitetit rural i dha Panajirit një dimension kulturor dhe edukativ të veçantë. Drejtoresha e Kulturës pranë Bashkisë Kuçovë, zonja Klodiana Misto, theksoi rëndësinë e këtij aktiviteti si një ulitse mes kulturës tradicionale, turizmit rural dhe zhvillimit ekonomik lokal, duke deklaruar se Kozarja në Fest është kthyer në një ngjarje të përvitshme me rëndësi të veçantë për promovimin e identitetit të vlerave të zonës sonë. Momente të veçanta, solli dhe ansambli i fëmijëve me valle dhe këngë popullore të veshur me kostume tradicionale të trefës së Kozarës, ndërsa atmosfera kulmoi me performancën e këngëtarit të njohur Kleandro Harunej, i cili e mbajti publikun të gjallë deri në orët e vona të mbrëmjes. Fermierët e pranishëm e konsideruan këtë panajir si një mundësi reale për promovim dhe krijimin e një tregi të qëndrueshëm, ndërsa kërkuan që mbështetja dhe kontrolli mbi prodhimin të vazhdojnë në mënyrë që produktet e zonës të konkurrojnë ndenjësisht në tregjet kombëtare dhe europiane. Kozarja në Fest nuk është thjesht një panajir, është një festë e jetës rurale, e kulturës popullore, për kushtimit të fermierit dhe dashurisë për tokën. Është një dëshmi se si trashëgimia, puna dhe arti mund të bashkohen për të krijuar një ngjarje që pasuron jo vetëm komunitetin lokal, por edhe imazhin turistik të gjithë zonës së Kuçovës. Kozarja në Fest është një festë të cilën tashmë Bashkia e Kuçovës organizon për herë të tretë, duke synuar që ta kthejë me një traditë. Qëllimi kryesor është që të promovohen të gjitha produktet që kjo zonë prodhon, por gjithashtu të dalë në pa dhe vlerat kulturore, trashëgimia kulturore e kësaj zone. A është traditë këtë kohës, kjo sa vite ka të festë që zhvillohet këtu në Kozare? Tashmë është viti i tretë që ne organizojmë, duke ndryshuar shpesh edhe vendodhjen. Qëllimi është që të japim një frymarrje tjetër dhe biznesit që zhvillohet në njësinë administrative kozare. Po kështu pse jo dhe nëpërmjet publicitetit ne kërkojmë t'i bëjmë të njohim përtej kufive të kësaj njësie për produktet që ata prodhojnë, eksportojnë brenda dhe jashtë vendit. Unë kam gati 20 vjetë që punoj në sektorin e fruta perimeve, edhe vitet e fundit me zgjerimin e kapaciteteve të prodhimit dhe me përmirësimin e cilësisë, eksportojmë në vendet e rajonit, sikurse edhe në tregun vendas. Prodhimet tona janë shumë të mira, jo vetëm që janë natyrshëm të mira, po duke këto prodhohen dhe duke zbatuar dhe protokollin e spërkatjeve